Vetëm letra e Azbisheut si amanet për Koçoplakun, por dhe porosit të inxhinierëve tjerë të naftës më detyroi që të organizoheshim së bashku për të vlerësuar figurën e Koçoplakut, një nga figurat më të ndriturat jo vetëm të naftës, por një figurë e ndritur shqiptare. Ka qenë një letër vërtet prekse, një letër që më shkundi dhe më angazhoj shumë seriozisht për Koçoplakun dhe për figurat tjera të sistemit naftës. Ky dhe të tjerë përmes punës, përmes angazhimit shumë të madh dhe serioz, përmes kontributeve, ishin bërë vërtet legjend në naftë. Në këtë natë që më kam mbuluar, e zezë si gropa në mshim, u falem zotëve të harruar, për të pamposhtur shpirtin tim. Në kohë të liga e buzë mëkatit, nuk jam dridhur kur m'janë sulur. Nën kam gjikët fshikullus të fatit, koka ime e përgjakur, por jo e ullur. Pas zemërimit zhgënjys të miteve, shfaqet vetëm të merri si një hije. Por me gjithë kërcënimin e viteve, unë në këmbë, gjithë një bie. S'ka rëndësi sa e mprehtë së pata, apo sa e rënd ishte akuza. Fatin tim, unë dore pata, jam burr e nuk më dridhet buza. Në këtë ekip apo për thamë të parë të naftës mbas prishjes me rushë, specialisht rusisht një vëdjet, në krye ishte Koçoplaku. Po e vërteta është kjo. Unë nuk kam patur nga askush, në asnjë kohë dhe në asnjë vend, absolutisht asnjë detyrë, asnjë obligacion kundrejt spionazhit sovjetik. Koço Josif Plaku, në bazë të nenit 64 të kodit penal, e dënon me vdekje pushkatili. Edhe pse e dinte që fati i tij nuk do t'ishte ndryshe nga i 3 vëllezërve më të mëdhenj, sërish vijoi të punoj me këmbgulje. Në ato vite të para të pasqërimit, ai dhe familja e tij i përkisnin asaj shtrese shoqërore që kishin potencialet e duhura për të drejtuar dhe zhvilluar shtetin shqiptar. Kjo bëri që diktatori i pamërshirshëm Enver Hoxha ta piketonte edhe këtë si kundërshtar dhe ta eliminonte, pasi roli i Hoxhës do psohej. Në skutat e mendjes dhe zemrës mbajti të fshehur për shumë vite atë breri të munguar të ndërgjegjës së një të pamërshirshmi, siç ishte Enver Hoxha, si dhe tmerrin që i shkaktoi ai familjes së tij. Si një njeri i formuar dhe i edukuar në shkollat më të mira të asaj kohe, si një shkencëtar dhe si një ardashës e kritik, dhe si një njeri që nuk krijonte distanca, Koçoplaku bëri histori. Koçoplaku lindi në fshatin Oqish të krajinës së Devollit në maj të vitit 1929. Familja nga rrithë Koçua ishte një ndër familjet më të mëdha të krajinës, si dhe njihej në Korçë dhe në të gjithë vendin për veprimtarinë e lartë patriotike. Koçua ishte djali i 4 të Josif Plakut. Vëllezërit e tij më të mëdhenj qysh në rininë e tyre u rreshtuan në radhët e partizanëve, ndërkohë që gjatë periudhës së fundit të pushtimit fashist, Koçua dhe një pjesë e familjes vuajtën internimi në Porto Romano. Ishin të parit nga
në zonën e Devollit, mos thuash në zonën e Korçës që bën lidhjen e luftës nacional çlirimtare. Ata ishin që shpunë dhe Porto Romane. Jo që në ndaj. Për 3 ditë ata ja kishin prerë me varje. Për 3 ditë kapitulloi Italia, pas shpëtoi plaku. Arsimin fillor e kreu në Hoçisht, ndërkohë që pas shlirimit ndjek Politeknikumin Harry Fulls. Më pas, ai vijon arsimin e lartë në Moskë në Universitetin Gubking për gjeologji, të cilin e mbaron me rezultate të arta. Qysh në shkollë të mesme, Koçua spikati për frymën patriotike dhe për karakterin e tij të fortë. I lindur dhe i rritur në frymën patriotike, Koçua e cilësonte këtë karakter të familjes dhe fisit nga rrithe si më kryesorin. Pas kthimit nga Moska, Koçoplaku u emërua fillimisht inxhinier në Institutin e Naftës në Vlorë për të vijuar më pas në Kuçov e Fier, ku u dallua si gjeologu dhe studiuesi kryesor i zonave ende të pazbuluara në atë kohë të naftës dhe gazit. Vëllajti i madh Jorgua u vra pak muaj para shlirimit në mesin e janarit të ftohtë të vitit 1944. Për vrasjen e tij qarkullojnë 2 versione, ku një i përket ekzekutimit të tij në urën e Kovaçit në Voskopoj nga pushtuesit dhe versioni tjetër ka të bëjë me faktin që Jorgua është vrarë nga partizanët me urdhër të Enver Hoxhës. Kur isha në fshat, edhe takoj një burr, një plak atje, po ishin në një lagje në familjen e Koçës. Edhe ka qenë ditë e dielë, gusht ka qenë, kisha vajtur me lejun, me pushime, se lejun s'kisha në punë. E bashkë me baban tem po bisedonin, edhe më thret mua babai, hajde një qik këtu, thot me çuf, çari tash, shiko tha, çfarë po thot Gjagergua, çari tash unë thot. Gjagergua thot tha që Jorgon e ka vrarë Enver Hoxha. Me sa dim neve, ai u vran në të pabesë, do me thënë, gjoha vajti të minoj urën e Kovaçit në Voskopoj, por ai pa tjetër, si pas asaj, ai është vrarë nga dora e fshehtë e Enver Hoxhës. Jorgo Plaku, vëllai i madh i Panajot Plakut, i cili ka qenë partizani i parë në Devoll, dhe një nga partizanët e parë në gjithë Shqipërinë, një njeri që kishte mbaruar shkollën teknike amerikane të Tiranës me drejtor Harry Fullsin, që ishte dhe një studiojnës shumë serios, një njeri shumë i aftë, një njeri shumë trim, u vra me urdhër të Partisë Komuniste, dhe këtë gjë ma ka thënë Enver Hoxha, pasi u arratis Panajot Plaku. Por fati i keq i djemve trimat të Josifit do të vijonte me vdekjen e Mikailit ose, siç e njohin të gjithë, Kalos, vëllai të dytë të Koços. Kalo ishte drejtuesi i parë për afro 4 vjet i fermës së Sukthit. Ai u gjeti pa jetë në një sipërfaqe toke dhe nga hetimet e mëvonshme doli se ishte helmuar. Në mëngjes, kur u ngritën, pinë nga një gotë dhallë. Dhallën, bashkë e piu Kalua, bashkë Kalos piu dhallë një tjetër, Shtyrja Hako, ajo e pranoj. Piu dhe ajo, po atë me njëre marën e trojnë në shujak për lavazh. Kalua aty e ka kuptuar që është helmuar. Diktatura në shpiton, po thuhet se 11 vjet hante nga i kokë. Mbajmën të merri më të madh që mund të ketë një motor që ka humbur 3 vëllezër dhe po i vinte fundit 4-it. E sikur të mos mjaftonte kjo humbje tragjike, vëllai tjetër i Koçës, Panajoti, që kishte qenë dikur partizan dhe që në fillimet e para të pasqyrimit mbajti poste të larta drejtuese të shtetit shqiptar, gjatë kohës që ishte ministër pa portofol në vitin 1957, aratiset nga liqeni i Horit e pikërisht nga fshati Lin drejt shtetit Jugosllav të asaj kohe, ku thonë se ekzekutuan agjenturat në vitin 1966. Unë se harroj
Kur erdhën në ato të degës, si e çmendur në për shtëpi, sa është e vërtet, duke vërtit. Aq sa mamaja vërejtit pasaj, kur ato u largu një qikë më tha, mos bëj kështu ime re, mos bëj, do ta qajnë gjithë jetën, punë e tjetër. Ç'ndodhi më pas me ty? Ndek, pasaj unë. Në dek. Në qeljetë. Më dhanë letër edhe lapski të shkruaj se kush vinte, kush dilte, kush hynte, kush dilte në shtëpinë tonë. Nuk hynte njeri që të shqetësohesh unë, ato të njohët e paratit. Në momentin kur baba im mendonte edhe ishte duke u largu nga shtëpia, dhe ai e dinte që largohej përfundimisht siç edhe ndodhi. Kemi dëgjuar edhe kemi edhe lexuar që ka dalë jashtë edhe pastaj është kthy prapë në shtëpi. Na ka përqafu gjithëve. Edhe si thojmë, më ka marrë në dorë edhe ka bërë edhe fotografi. Më ka bërë fotografi edhe ka marrë aparatin me vete. Edhe sot, pas më shumë se 50 vjetësh nga ratisja, ende eshtrat e Panajot Plakut nuk janë gjetur. Në Beograd, përgjegjësia e recepcionit të vërezave të reja në Beograd, një grua shumë e kulturuar dhe shumë e njerëzishme, më ndihmoi me çmundi për të më treguar në 24 kompjuterat që ishin vendosur në këtë recepcion, prapë në një mënyrë shumë të kulturuar, sipas garmave A, B, C e tjera, gjësha vajtën të peja. Panajot Plaku Pepe nuk ishte në vërezat e reja të Beogradit. Unë Panajotin aty nuk e gjeta. Domos do kisha të drejtën të madhe që të bënja zhurmë e të thosha Panajoti kështu, Panajoti ashtu. Nuk mund të luhet me emrat e njerëzve që nuk janë më midis nesh. Nuk mund të luhet me emrat e njerëzve që për një arsye ose për një tjetër kanë lënë një emër në shtetin amë. Aratisja e Panajotit thelloi dhe më tepër zemërimin prej inferiori që kishte zënë prej kohësh diktatorin Enver Hoxha. Ai jo vetëm që e cilësoi Panajot Plakun armik të popullit dhe përndoqi atë dhe në Arati, por u betua përfundimisht që asnjë nga familja Plaku të mos ngrinte krye, pasi Enver Hoxha përballë djemve të Josifit ndihej xhelos. Enver Hoxha nuk u zbutë dhe pas fisnikërisë të treguar nga nëna e Koços dhe pas përsosmërisë profesionale të vetmit që kishte mbetur, Koço Plakut. Ai shumë shpejt krijoi alibin tradhtare ndaj Koços për të arritur deri në burgimin e 2 motrave që kishin mbetur në mëshirë të fatit. Diktatura vrau në mënyrë enigmatike edhe jetët e të rinjve të kësaj familje me emër. Djali Kalus, që mbante emrin e xhaxhait Jorgo, do të përballej me skenaret e errta të përgatitura më së miri në zyrat e buros politike dhe sigurimit të shtetit. Vdekje kështu, më të rënda njëra që tjetra, po e Jorgos ishtë kështu, e papritur. Njerëzit që vinin për ngushëllim, thoshin kjo nuk duhet kishë ndodhur, aty nuk ishë vënd për aksidens. Diktatori do zjeronte rrezën e tij shfarosëse deri tek kushërinë e largët të babait të Koços dhe kjo luftë në dukje armiqësore do të prekte dhe në vitin 1985 kushëririn e Koços, Minain, i cili vuajti disa vjet burg dhe internim për agitacione propagandë. Fisi Plaku do gjendej gjithnjë në urrëtitjen dhe hakmarrjen e diktatorit Enver Hoxha, urrëtitje që preu jetë në mes, por që nuk mundi kur të shuante figurën e antarëve të kësaj familje të madhe. Puna dhe vepra e të gjithë antarëve të familjes Plaku që u shfarosën barbarisht, mbeti dhe shënon edhe sot një nga kulmet e përpjekjeve për të krijuar strukturat ekonomike, politike dhe sociale të vendit. Ajo që përndoqi familjen Plaku janë problemet e Enver Hoxhës që me Jorgon
e madh, kanë vazhduar me Panajotin, ndoshta kanë filluar nga koha kur Enver Hoxha ka qenë në Korçë dhe janë shtuar, janë zgjeruar gjatë kohës së luftës për të degeneruar në fund. Problemi është se Enver Hoxha përndjekjen e bëri nga frika. Se ç'kishte Enver Hoxha me këto, mund ta thot vetë Enver Hoxha, duke lexuar këtu më poshtë. Në vëllimin e 54 të veprave të Enver Hoxhës në faqen 293 thuhet: si mund të lihej në funksione drejtuese në naft i vllai i tradhtarit Panajot Plaku, vetëm se ai na qenë gjeolog i kualifikuar. Pse duhet qëndronte atje ky armik që deshi të vinte kazmën ekonomisë son, kur mund ta drejtoj punën një punëtor që e njeh sektorin e naftës, që gëzon respektin e të gjithëve, që nuk hat punë armiqësore dhe denoncon gjerë tek sabotimin sistematik. Pra del qartë, këti njeriu i dishin spionët, nuk e duheshin shkencëtarët. Gjeologu Koço Plaku, që në fillimet e para të punës do të tregonte aftësitë e tij të larta profesionale dhe ndjenjën atletare. Kjo e fundit, e imponuar vullnetshëm te Koçua, do ta fuste atë në ambicien e madhe për të çuar dhe më para industrinë ende të brish të naftës shqiptare. Ai ishte student i shkollës së naftës ruse. Idhulli i tij ishte Stanislav Zuber, i cili mbronte tezën se në shtresat gëlqërore nuk ka naftë. Por Koço Plaku, me studimet e tij, e hodhi poshtë tezën e gjeologut të madh polak, që mbahej gjeologu më i mirë në botë për atë kohë, duke zbuluar disa vendburime në Shqipëri, në shtresat gëlqërore si në Gorisht, Visok dhe Cakran. Zuberi nuk ka lënë në trashëgiminë e tij asnjë gjë për sa i përket perspektivës naftëmbajtëse të gëlqërore. Por është e vërtetë që me aktivitetin e tij, kryesisht në drejtim të gëlqërorëve, ai e çmitizoi figurën e Zuberit. Koço ishte një gjeolog i kompletuar. Megjithëse isha student në vitin e tretë kur praktikët, unë vija re se ai kishte njohuri shumë të gjëra në fushën e gjeologjisë. Jo vetëm pse kishte në fushën e gjeologjisë njohuri të gjëra, por edhe në shumë fusha të tjera ai ishte pothuaj absolut në njohuritë e tij. Pas viteve 60-61, që u larguan specialistët e huaj dhe gjithë kërkimet u zhvilluan nëpërmjet specialistëve shqiptar, Koçua ishte një protagonist kryesor i këtyre kërkimeve, i këtyre vendosjes së shpimeve dhe i rezultateve pozitive që muan atë kohë. Neve në vitin 1962 në Shqipëri ishte zbuluar në atë kohë vendburimi i Visokës, 62-63 në punën 622 në Visok, i cili bëri një ktesë të rëndësishme në kërkimet e naftës në Shqipëri, për efekt të potencialit të madh që kishin gëlqërorët, dhe të disa vendburime që u zbuluan në vazhdimsi, ku Koçua ka një merit të jashtëzakonshëm. Visoka është vepra e parë madhore e Koçës. Mbasi asnjë gjeolog në Shqipëri nuk ka qenë aq i bredhur në kuptimin që ai s'ka lënë plumb të territorit të Republikës së Shqipërisë pa shkelur. Në kuptimin e asaj që quhet gjeologjia sipërfaqësore. Ndër të përgatitur, më i përgatitur ishte Koço Plaku, duke patur varësisht edhe shansin e madh që ai ishte individ, po dhe të tjerë mbashti, të pozicionoheshin, po them, vetë në shaj të punës të meriteve tyre, në atë hierarki të vlerave, në atë hierarki të kontributit dhe të rezultatit. Roli Koço Plakut në zbulimin e vendburimit të naftës, do të thosha unë, është shumë i madh ose i jashtëzakonshëm. Sepse të gjithë ne gjeologët e naftës e vlerësoni mendimin shkencor të Koço Plakut. Ai kishte një forcë argumentuese të jashtëzakonshme, do të thosha unë, dhe atë mendim që unë kisha krijuar, që kur e njojta atë kur isha student, çdo vit më mbrapa pasi erdha në punë dhe kisha kolegë dhe punonim, më përforcoi dhe gjithmonë dhe më shumë bindesha për genialitetin e Koço Plakut.
Afro 20 vitet e punës së Koçës në naftë cilësohen dhe sot vetmet përpjekje frydhënëse në zbulimin dhe nxjerrjen e naftës. Firmën e Koçoplakut mbajnë sot të gjitha vendburimet e naftës. Ai zbuloi zonën e Visokës për të vijuar më pas me Gorishtin, Cakranin, Frakullën, Divjakën, Delvinën e tjerë. Ai fliste me bindje të plot shkencore se këtu do të zbulohet vendburimi i naftës në Gëlqeror. Dhe mbasi unë shkova përsëri në vitin e 4 student, ai projektoi pusin e parë të kërkimit Gori-Vishti 1, këtu, me thellësinë 1500 metra, i cili u shpua me një devijim të konsiderueshëm sepse nuk kishte rrugë dhe nuk kishin ardhur makinat e karotazhit, s'kishin arritur dot në pusë që të bënin matin e shtrëmërimit. Kur u bë në fund të pusit rezultoi e kishte një shtrëmërim 15 gradë dhe pusi kalonte paralel me tavanin e Gëlqerorëve. Atëherë projektoi pusin e dytë, Gorishtin 2, sepse ishte i bindur që kishte naftë në Gorisht, dhe me pusin e dytë u zbulua nafta në Gorisht. Gorishti është vendburimi më i madh i naftës në Gëlqeror në vendin tonë. Jo vetëm nga rezervat që ka, por ka dhe një kat naftëmbajtës prej 820 metra që është nga më të mëdhenjt në Evropë. Bashti vijohet me entuziazëm kërkimi në struktura tjera dhe më pas u shpua në Ballsh. Natyrisht me një koncept më të formuar tash. Se po hidheshin drejt formimit të një teorie të re që do të kërkonin vendburime të tjera. Zbulohet dhe Ballshi dhe ky shtoi edhe rezultati dhe entuziazmi dhe duke bërë këtë hierarki dal nga dal që të marrë vlerat e saj, të thash të gjeologëve kërkues. Kemi parasysh që të bësh një bilans financiar ekonomik me ato shitje që bëheshin dhe në atë kohë, me këtë sasi të madhe nafte se sa të ardhur e ka sjell shtetit. Koçua kreu studime të mirëfillta dhe krijoi në vend për herë të parë në historinë e Shqipërisë konceptin gjeologji. I vendosur në tezën e tij gjeologjike, Koçoplaku tregoi se në nënshtresa të gëlqerore të vendit ekzistojnë shtresa pafund me naftë dhe gaz, ndërsa nafta deri para shfaqjes së Koços ishte prodhuar vetëm në vende rënore. Shumë shpejt, nën toka gëlqerore do të kthehej dominuesja e prodhimit të saj. Ai regjistroi brenda pak vitesh rekord në prodhimin vendas të naftës. Me njerë, pas zbulimit të pusit Gorishti 2, zbulimit të vendurimit të Gorishtit, u shpuan mjaft qindra pusit të tjerë në Gorisht, edhe në Kocull duke sqaruar më shumë vendburimin, duke rritur rezervat, duke rritur prodhimin nga vendburimi i Gorishtit. Nga ky vendburim është arritur prodhimi maksimal në vitin 1974, janë nxjerrë 1.200.000 tonë vetëm nga ky vendburim. Kurse në të gjithë Shqipërinë nga të gjithë vendburimet janë nxjerrë maksimumi gjatë atij viti, që është viti i prodhimit maksimal në Shqipëri, 2.400.000 tonë. Do të thënë gjysmën e prodhimit të naftës në Shqipëri jepte vetëm Gorishti. Me sa di unë, këtë situatë të kësaj ekonomie të madhe të kryetarëve të mëdha, që mbash themelimi të OPEC-ut që është i viti 1972, u rrit çmimi i naftës nga $20 shkoi $120. Pra, tarat nga nafta u trefishon. Edhe s'mund mbashin më poshtë këto, ose në ca niveli që nuk donte Enver Hoxha. Nga specialistët e sotëm të naftës, periudha kur në këtë industri ishte Koçoplaku është cilësuar si pranvera e artë e naftës shqiptare. Vetëm pak javë para arrestimit të Koçoplakut, prodhimi i naftës arriti në afro 2.5 milion tonë në vit. Koço ka qenë një nga specialistët më të mirë të gjeologjisë për zbulimin e vendburimit. Fakti është që nga vendburimet që janë zbuluar në naftë, Koço ka pothuajse pjesën kryesore. Dhe është vetëm një person, mund të themi, sigurisht bashkëpunim me specialistëve tjerë, por ai ishte vetë person që insistonte edhe ishte i zgjuar, të themi me kuptimin e fjalës që ishte i përgatitur
edhe i vendosur dhe atje ku ka thënë, atje është gjetur naftë. Si një gjeolog i kompletuar, Koçua projektoi me 10 zbulime dhe studime shkencore. Shumë gjeolog pasardhës ruajtën dhe ndoqën studimet e Koçoplakut dhe për herë e kudo i referoheshin shkencës së tij. Koçua u bë shumë shpejt dhe mbeti deri më sot idhulli i fushës gjeologjike të naftës. Por projektime që janë çuditur dhe shumë specialistë të huaj me të cilët unë kam komunikuar mbas viteve 90, që si kemi zbuluar këto vendburime pa ndihmën e gjeofizikës. Se gjeofizika ishte mjeti kryesor, si thua, për thellësinë, për të vërtetuar thellësinë. Ne ato i kemi zbuluar se seismika ishte pafuqishme në Shqipëri në atë kohë dhe i kemi zbuluar vetëm me gjeologjinë sipërfaqësore. Koçua ka një merit të jashtëzakonshme. Gjatë gjithë periudhës që ka punuar në institut, ka insistuar edhe ka luftuar edhe ka dalë llafja e tij, fjala e tij ka dalë ka qenë tabu për gjetjen e vendburimeve të reja. Pas arrestimit dhe fatit të keq të tij, që kishte një autor, diktatorin Enver Hoxha, Koçoplaku mbeti vetëm në ndërgjegjen e brendshme të shumë specialistëve të naftës, të cilët e konsideronin gabim të rënd humbjen e Koçoplakut, por që kishin frikë nga kthetrat e kohës ta kujtonin e ta përmendnin atë. Studimet, referatet dhe mjaft dorëshkrimet të tij u mbyllën në arkivën e institutit dhe nxirreshin preandej vetëm me autorizim. Madje në konferencat shkencore të asaj kohe nuk përmendej asnjëherë se studimi i Koços ishte baza dhe themeli i naftës shqiptare. Pas vitit 75, kur i mori atë dënim kapital, ishte vështirë të përmendje emrin e Koçoplakut, shumë gjeologë në heshtje i merrnin për bazë mendimet e tij të shprehura në studimet që kishte ai dhe që ekzistonin në arkiv. Në vitin 1972 kam botuar një tekst, Gjeologjia e naftës dhe e gazit, për studentët e fakultetit të specialitetit gjeologji nafte. Gjeologjia e naftës dhe e gazit. Jam unë autor, Fotaj Diamanti, dhe i dytë ishte Koçoplaku. Teksti hyri në përdorim, u përdor nga studentët, ai kishte shkruar pjesët e veta, unë kisha shkruar pjesët e mia, siç bëheshin tekstet në atë kohë, por për fat të keq, në fund të 74, në fillim të 75-s, teksti u bllokua komplet, edhe kaloi në karton, i gjithë kështu dhe u hoq nga përdorimi. Pasioni për punën e kthente Koçun si të varur tërësisht nga nafta. Ai sfidonte deri dhe shëndetin e tij për të vazhduar me orë të tëra studimet që kishte nisur. Biblioteka e tij, si në shtëpi dhe në zyrën e vogël të institutit, radhiste gjithnjë e më shumë libra shkencor, të cilët ai i ruante dhe i studionte me kujdesin më të madh. Koça ishte shumë njeri i thjesht, njeri i papertuar, edhe i shpjegonte ashtu si duhesh. Gjërat, ashtu si ishte specialist nga specialitet më të mirë. Ishte njeri jashtëzakonisht gazmor. Ishte një minjerë batutash humoristike. Është e çuditshme të them diçka që atje u bashkon ca talente në institut. Koço kishte një prirje të jashtëzakonshme për të thurur bejte. Dhe neve me iniciativën e tij nxorëm gazetën e Murit të institutit, po që u bë famshme. Ishte njeriu i humorit dhe tregonte edhe anekdotat këndshme dhe episodet dhe ti ilustronte i tregonte bukur, natyrisht ishte lexuar autor të shquar, ishte Termini, Çehovi, të Gënjeli. Dhe një ditë të lodhur, ulëm pranë një vendburimi këtu tek fshati Mërtiraj. Pasi bëm përshkrimin e saj inspeksie dhe u shplodhëm pak, unë ngritëm në këtë kohë Koçoplak t'ju ngjitëm pantallonët nga mbrapa. Ai furi dorën dhe pa se dora ju lye me naftë. Ai filloi të qeshte me të madhe sepse i kishte shumë qejf humorin. Dhe tha, unë po e kërkoj me këmbë, me sy, me mendje, nuk po e qej. E gjeta me të ndëgjurat e mia. Pastaj ai filloi të na shpjegojë.
Me largimin e Koçoplakut nga industria e naftës, si dhe me pushkatimin e tij në një natë të errët qershori, nisi të shenjohet rrënja e prodhimit vendas. Sepse studimet të mirëfillta për zona naftëmbajtëse dhe naftënxirëse, vetëm Koçoplaku mbante dhe që nga koha e tij, asnjë pasardhës nuk ka mundur të bëjë një gjë të tillë, duke e çuar sot prodhimin e naftës në kufit e mbijetesës. I lidhur pafundësisht me naftën dhe gjeologjinë, Koçoplaku dhe në ditët e vështira dhe të fundit të tij do t'i kushtonte atyre një vëmendje të madhe. Koçua, në mënyrë të fshehtë, siguron një nga studimet ende të pabotuara, Dumren. Studimet të Dumres, Koçua ja la si amanet të Kunatit, me qëllim që ai t'i shfaqte në një kohë të përshtatshme, kohë që Koçua e mendonte shumë shpejt. Dhe do të ledhe ty amanetet. Kemi dhe bërë biseda deri në orën 4 mas mesnate, më dha këto 3 broshurat. Këto tha do t'i jap janë 3 studime të një llojta, nuk do t'i japsh asnjëriut, vetëm ndonjëherë do t'i jepet ndonjëherit ta. Duket se i pamëshirshmi Enver Hoxha shfrytëzoi dhe te Koçua aftësinë e tij dhe më pas e shfarosi atë. Njësoj, si kishte bërë me të vëllezërit Plaku, të cilëve u shfrytëzoi aftësitë dhe inteligjencën e tyre dhe më pas i vrau. Koçoplakut asnjëherë nuk ju landu një post i lartë drejtues. Në të gjitha dokumentet që ruhen të arkivuara, në çdo zbulim, emri dhe firma e tij ishin të parat në grupet e punës. Si për ironi të kohës, statusi i tij ishte gjeolog i thjesht. Në fakt, Koçoplaku gjatë gjithë kohës që ka punuar ka qenë si gjeolog i thjesht. Ati nuk i jepes përgjegjësi më madhe. Qoftë shefi i gjeologjisë, qoftë ata më lartë në drejtorat e institutit që punonte, ai ka qenë si gjeolog i thjesht, po gjeolog me potencë. Pandora, nusja e vëllait të Koçoplakut, sjell emocionet e një bisede në pushim të seancave të Kongresit të Partisë së Punës, ku pola e byros politike kishte vënë në rreth të kuq Koçoplakun, dhe Pandora tregon. Po mbledhja rrotulloshte tërkohën rreth meja që kisha sabotuar punën, s'po dilte na. U bë pushimi, tha. Në pushim dollën të gjithë, unë ngele aty, se kur bëhen gjëra të tilla të largohen dhe njerëzit. Edhe bje telefoni, tha nuk e ngre unë, dikush e ngriti aty, e thonë sa pushti, pilan push, numur kaq dhe naft. Në nëntorin e vitit 1974, Koçoplaku nderohet me titullin e lartë laureat i Republikës. Ky titull ju dha për faktin e vetëm të meritës dhe kontributit të tij të pakursyer në zbulimin e zonës naftëmbajtëse të Gorishtit. Por gëzimi i këtij titulli nuk vazhdoi gjatë, pasi në një festë të mbajtur në atë kohë nga drejtuesi politik i naftës Spiro Gusho, Koçua kishte parandier atë kop që do ta ndiqte dhe që do ta rrëzonte në pak minuta para tij të gjithë atë që kishte arritur vetëm me mundin individual. Ishte shumë i gëzuar, se më thosh gjithnjë kam punuar, thosh, kam hapur gjithë këto vendburime, i kam dhe në miliona shtetit, po vetëm një flet lavdërimi më kanë dhënë, thosh. Unë kam bërë punën, të tjerët kanë marrë meritat. Një natë bëri Spiro Gushoja një darkë, si koktej, si që i ftovi këta, për nder të këtyre që kishin marrë çmimin e Republikës. E shkon atje, unë isha me djalin në shtëpi të vogël, nuk vajta. Kur vjen në shtëpi, vjen i mërzitur. I thashe, si dolli, tash u kënaqtu, bet. Mirë, tha, mirë shumë dolli, tha, po.
nuk më pëlqeu në zoçari, thash. Kështu thaj, më thot një shok, që e dëgjoi atë pirogushën tha që i tha Petra Gjaçkës që 3 naftëtarë do të hanë. E i thash unë kush e di se kush. Në fillim të vitit 1975, Koço Plaku përjashtohet nga partia dhe drejtuesit atëhershëm e imponojnë që të dorëzojë tesërën. Kujtimet që vijnë për atyre ditëve të vështira janari, ku dielli vetëm ftohte dhe dukej tepër i largët e i paarritshëm, tregojnë se një njeri tepër modest dhe me natyrë të lartë profesionale si Koço Plaku do të trishtohet për dhënien e teserës, por së bashku me të do të tregohet i gatshëm të lërë dhe titullin e Republikës, gëzimi i së cilit ju ngri dhe mbeti për të vetëm një augur i keq. Titullit ai u gëzua vetëm 2 muaj. Po më kujtohet kur ju mor tesra. Edhe ta dinja tha që do ndodhte kjo, do kisha vrarë veten 100 romana. Çudia ishte që disa ditë përpara, ose disa javë përpara, ishte dekoruar me çmimin e Republikës të Kasit Parë. Edhe nxori atë nga xhepet e dorëzojmë të rinë, tha. Nuk mund ta mbaj këto, më morë tesën, merrni tek këto, nuk e dua. Presioni politike asaj kohe e vrau dal nga dal kolosin e naftës shqiptare dhe po regjistronte tek ai pesimizmin, por jo poshtrimin. Duke e pritur nga ora në orë vendimin e keq, Koço Plaku ruajti ata që kishte pranë dhe u shmang për tyre me qëllim që ata mos të ndëshkoheshin si ai dhe familja e tij. Ato pranverë të vitit 1975 për Koçon do të ishin ditët më të zeza. Në byron politike të asaj kohe dinin nga raftet skenarët e përgatitura qysh vite më parë nga vetë drejtuesi mizor i shtetit të atëhershëm. Të gjithë ata që zbatonin urdhrat e diktatorit zgjatën agonin e Koço Plakut. Ky i fundit e priste atë që do t'i ndodhte dhe kishte nisur të jepte amanetet e tij të fundit për gruan dhe për djalin që kishte vetëm pak muaj që kishte ardhur në jetë. Po një gjë më mbeti të rjetën në mendim. Se ditën që e mori djalin dhe doli nga materniteti, u rokëm u puthën dhe më tha që nuk mendoj ta gëzoj këtë djalë. Ka qenë ditë e dielë, nesër kemi mbledhje, tha, edhe nesër vendoset fati tonë. Të tha që mos më prit në shtëpi dhe këto e paratim që do arrestohet. Po më tha, iku, përshëndeti djalin, përshëndeti mua, tha mos më prit. Jo, i thash unë, rrit djalin, tha, shqit, ç'ke, tha, gjë vetëm kujdesu për djalin, tha të laman e djalin, nga ora 12 trokiti dera, po e njëta e trokitur si e tia, e unë prap thash, shikiru këtyve, e thash let na shpirë në majtë malit, po vetëm mos në ndajnë. Na prishin shpinë, ishin të lumtur. Ku yn 3 tups, një polic edhe kretari i pushtetit. Ishte viti 1975. Në ditët e para të muajit mars në qytetin naftëtare të Patosit mbahej aktivi i partisë. Të gjitha ato debate dhe fjalime që do të bëheshin në këtë aktiv, që për shumë intelektual u quajt turp, ishin vizuar nga krerët e politikës së atëhershme, të cilët arritën në marrjen e vendimit më të paskrupullt dhe më të pashpirt që në industrinë e naftës na kishte dalë një grup armisor që udhëhiqej nga agent jugoslav sovjetike grek. Armiqt imagjinar të Enver Hoxhës bën që në këtë aktiv të zymë të vulosej përfundimisht jeta e 8 shkencëtarëve të institutit të famshëm dhe 2 figurat më të spikatura të këtij grupi shkencëtarësh të përballeshin
me dënimin më të rëndë. Aktivi i Patozit ishte një manipulim 100%, mendojte një sallë të tërë që urorinte në litar, për shokët e tyre. Në ditën e dytë të aktivit, teksa turma e drejtuar dhe udhëhequr nga punonjës të sigurimit dhe komunist mediokër provincial ulëriste kundër shkencëtarëve të naftës, drejtuesi i këtij aktivi ku merrte pjesë dhe vet Adil Çerçani e Ramiz Alia, ka kërkuar largim nga salla të kritikuarve. Largimi do të shoqërohej me prangosin e tyre qysh në momentet e daljes në derë të sallës së Pallatit të Kulturës, ku zhvillohej mbledhja e jashtëzakonshme e partisë. Furgonët e policisë, sigurim sa të shumt, si dhe drejtuesit më të lartë të Partisë Komuniste, i morën gjeologët shkencëtar dhe i transportuan me njerë drejt birucave, ku do të niste kalvari i rënd i mundimeve. Periudha e gjatë në hetuesi do të shpërfituronte disa nga mbështetësit e Koços dhe shkencës së tij, por vetë Koçoplakun nuk do ta mposhte kurrë. Dëshmitar të shumt, të njohur dhe të panjohur, dhanë për fat të keqe dhe deklaruan fakte të paqëna dhe prova kurrë të vërtetuara. Vreri i dëshmitarve ishte vreri i partisë dhe i udhëheqësit të saj, i cili tentoi të manipulonte deri dhe të afërt të Koçoplakut. Mbushi Shqipërinë me varë njerëz paqë, njerëz punëtorë, që deshni që ka dhe në te për mira erë me te për se i s'ka dashur veç vetës së tij asgjë tjetër. Aq i poshtë. Aq i poshtë. Duke bërë një vite e ca e hetuesi, do me 425 ditë bëra unë, a i ka bërë 450, a 420 ditë, sigurisht që a i është trajtuar edhe më shumë se unë. I tradhtuar nga të gjithë, i përgatitur për atë që do të priste, i sakatosur nga dhuna psikologjike dhe fizike, Koçoplaku nuk do të arrinte kur të pranonte 4 akuzat e rënda që ishin ngritur ndaj tij. Në të gjitha seancat e hetuesisë, si dhe në të gjitha deklaratat e tij, Koçoplaku shpjegonte se nuk ishte tradhtar dhe kur nuk ishte menduar për sabotim. Në arkivën e Ministrisë së Brendshme gjendet dhe sot dosja voluminoze e periudhës hetimore të Koçoplakut dhe gjeologëve të tjerë. Në shfletosin e mira fletëve të dosjes faktohet qëndresa e Koçoplakut, i cili në të gjitha fletët ka shkruar dhe firmosur që nuk mendonte kurrë për tradhtim ndaj dheut. Hetuesit barbarisht e impononin atë që të pranonte akuzat, por ai nuk u tut. Madje në pranitë e hetuesve arriti deri aty sa të tentonte vetvrasje. Torturat ishin të qinjerëzore. Bile, që se mund për vete se, për ko që nuk e di, po di këtë kam digju vetëm ka që a i ka kapur telet që të vitës. Se nuk pranonte ato që thoshin. Se shumë trim Koço. Ndodhin që beri të tubave letrat e cigareve, me atë varakun e cigare, edhe tentoj të fus në brizën e birus. Dhe falë kapër e ka shpëtuar. Gjatë gjykit, Koça ka mbajtur një qendrim shumë korrekt. Në kuptimin e saj që ai nuk pranoi që të hinde në muhabetin të tillë që neve e kemi sabotuar. Se në fakt ne s'kishim sabotuar. Plot një vit e 3 muaj pas arrestimit, zhgënjimit, ndëshkimit barbar, Koçoplaku dhe gjeologët e tjerë përballen me trupin gjykues që drejtohej nga Eleni Selenica. Gjyqi ndaj Koçoplakut dhe grupit të ashtuquajtur armisor të naftës zgjati 8 ditë dhe dënimet për të gjithë antarët e grupit ishin të rënda. Kryetarja e trupit gjykues, me zvendimit që ishte i shkruar në më shumë se 30 flet, rreshtoi jo vetëm akuzat, por pati guximin të lexonte vendimin e marrë qysh më parë në byron politike për pushkatimin e Koçoplakut dhe Milto Gjikopullit. Të Republikës Popullore të Shqipërisë vendosi të deklarojë fajtor
të pandeurit Filip Nashi, Beqira Lia, Milto Gjikopulli, Koço Plaku, Protoko Murati, Dimitër Stefa, Jani Konomi e Nuredin Skrapari për krimin e sabotimit. Ashtu si dhe gjatmarris në pyetje dhe në momentet e fundit të vendimit, Koço Plaku nuk i pranoi akuzat. Nga pothuajt e gjithë anëtarët e grupit të arrestuar, vetëm Koço Plaku nuk mundi të manipulohej. Gjatë gjithë hetimeve, rreth 10 muaj mua më është kërkuar shpjegim për këtë çështje. Unë nuk kam patur të shpjegoj dhe nuk kam shpjeguar asgjë. Dhe nuk kam çfarë të them as për para trupit gjykuar. Kjo kërkesë e bërë vazhdimisht me këtë mëngulje nga etrusi. Më shpuri mua deri atje sa unë tentoj të vrasë vetëm. Unë nuk kam patur asnjë lidhje. Nuk më është dhënë asnjë detyrë, në asnjë kohë, në asnjë vend dhe nga askush. Koço Josif Plaku, në bazë të nenit 64 të kodit penal, e dënon me vdekje pushkatim, konfiskimin e pasurisë së tij, në bazë të nenit 28 të kodit penal me humbjen e së drejtës elektorale për 5 vjet kohë dhe në bazë të nenit 29 të kodit penal me heqjen e të gjithë titujve dhe dekoratave që mbahet. Po e vërteta është kjo. Unë nuk kam patur nga askush, në asnjë kohë dhe në asnjë vend, absolutisht asnjë detyrë, asnjë obligacion kundrejt spionazhit sovjetik. Vendimi i gjykatës mbriti brenda pak orësh në Asamblenë e Kuvendit Popullor, e cila la në fuqi dënimin me pushkatim për Koço Plakun dhe Milto Gjikopullin. Pak ditë më vonë, në fund të qershorit të vitit 1976, në një natë sketer, një grup policësh nxorën nga qelia Koço Plakun dhe të lidhur me zinxhir këmbeduar e transportuan drejt vendit të ekzekutimit. Në Grykën e Babrus, disa kilometra larg Tiranës, mes ca shkureve ku qysh më parë ishin hapur gropat, togat e ekzekutimit qelluan me breshëri mbi trupat e 3 të pafajshmeve, Koço Plakut, Milto Gjikopullit dhe Andrea Mankos. Neve në orën 4 na lajmëroi komandanti se do të shkonim me shërbim të bënim një varr. Edhe u nisëm grupi siç ishte edhe vam edhe hapëm varrin. Në ora 12 pritëm, erdhi grupi me gjithë të dënuar që ishin dënuar me pushkatim. Prokurori, duke folur, që jepte vendimi që ishte kthyer në Kuvendi Popullor për pushkatim, nuk ishte pranuare dëshmi ankesa e këtyre për të që kishin bërë kërkesën. Ahere, Koçua nuk u ul, po mori rrethe qark varrit dhe mori një keng. Nuk foli asnjëri, po në moment, Koço Plaku filloi të këndoj, mbaj mend që frazën "Leun e jugut të munduar" e ka theksuar dyerën. Ka përsëritur dyerën. Natyrisht, u ekzekutua, unë ndërprej meska, u ekzekutua. Po më një përshtypje të jashtëzakonshme burrërie, trimërie. Drejtimi që i jepte kësaj kërke, kështu po ajo ishte një thirrje për mua. Për ne që ishim, ishte një thirrje, siç e gjykova unë, ne nuk
A ditë që më mora lajmin e Koçës, nuk dinja ku të qanja. Kisha një komshie shumë të mirë që sot ka vdekur, më thiri, hajde në shtëpi time, tha, në bodrumin tim ta qajmë Koçën, se e njifte, vinte shpesh. Dhe me ullë rima, kemi qarë të dyja në bodrumin e shokës. Binja në punë, duhet rinja pa qarë. Hap një qizmë me forcë, edhe ullë rinja. Shkonja në laborator të rapin sytë, të shi qa po bën kjo. Në fund pasaj sekretare e partisë dëshin të pusin prapë në burg për është dytë. Qau kur u përshkatua e tradhtari. Edhe pse gjatë një viti në hetuesi, familjarë dhe të afërmit nuk u informuan për atë që po ndodhte e do të ndodhte. Ata shpresuan deri vonë për një mbjetesë të Koçës, madje shpresat arritën deri në muajt e parë të pluralizmit, kur bashortja dhe djali i Koçës shpresoni se mos nga ndonjë qeli e haruar mund të dilte burri dhe baba. Asnjë nisëm ligjore për gjetjen e eshtrave të përndjekurve të persekutuarve, që është detyrim ligjor i çdo shteti. Është mëse do të më thoshme që duhet ta bëj Shqipëria këtë punë, do ta bëj populli shqiptar, do ta bëj komi, sepse duke parë të kaluar me syrin e drejtësisë, do dim të ecim përpara. Vitet pambarim të vuajtjeve për pasuesit e 4 vëllezërve plaku nuk kanë marrë fund. Ndjesa për ta nuk mjafton. Akoma, historia e tyre e pandarë nga ajo e Shqipërisë kërkon sqarime dhe zbardhje faktesh. Gëzimi i vetëm i shkencëtarit Koço Plaku, djali Jovani, ka sot një familje. Pesha e viteve të diktaturës do të vijojë të trashëgohet tek ata që do të mbajnë mbiemrin Plaku. Lehtësia e vetme do të jetë kujtimi se dikur nga një familje patriotësh në zonën e Devollit
ishin 4 vëllezër të cilët e donin atë dheun. Se cili për tyre dha shumë nga vetvetja deri në sakrifikim për të. Zhvillimi i industrisë së naftës shqiptare do të personifikohet me emrin Koço Plaku.